Artriti reumatoid, mbështetje, qartësi dhe fuqi për udhëtimin tënd. Nëse të është dhënë së fundmi diagnoza me artrit reumatoid, duhet të dish se nuk je vetëm. Ky është një rrugtim i vështirë, por jo i pamundur. Me informacionin e duhur, trajtim të përshtatshëm dhe për kujdesje të vazhdueshme, mund të jetosh një jetë aktive dhe me cilësi. Trajtimet. Mjekësia bashkëkohore ofron shumë mundësi trajtimi, nga medikamentet që ngadalsojnë zhvillimin e sëmundjes deri te terapitë biologjike të specializuara. Bisedo me mjekun reumatolog për të ndërtuar një plan trajtimi që përputhet me nevojat dhe mënyrën tënde të jetesës. Menaxhimi i shpërthimeve të sëmundjes. Shpërthimet e dhimbjes dhe inflamacionit mund të ndodhin në mënyrë të papritur. Është e rëndësishme të dëgjosh sinjalet që jep trupi. Pushimi, kompresat e ngrohta ose të ftohta, aktiviteti fizik i lehtë dhe një plan i përgatitur paraprakisht me mjekun mund të ndihmojnë ndjeshëm. Shëndeti i përgjithshëm dhe natyror. Ushqyerja e shëndetshme me efekt antiinflamator. Përdorimi i përbërësve natyror si acidet yndyrore omega 3 ose shafrani indis, si dhe praktika relaksuese si meditimi ose yoga mund të përmirësojnë ndjeshëm mirëqenien fizike dhe emocionale. Gjendja mendore dhe emocionale. Artriti reumatoid nuk prek vetëm trupin, por ndikon edhe në shpirt dhe mendje. Prano ndjenjat që mund të shfaqen dhe mos hezito të kërkosh ndihmë. Psikologu, grupet mbështetëse ose një bisedë medik që të kupton mund të jenë mjaft ndihmuese. Jetë e mirë me artrit reumatoid. Mos e lejo sëmundjen të përcaktojë kufijtë e jetës tënde. Përdor mjetet ndihmëse, pajisjet mbështetëse për nyjet, aktivitetet e përshtatura për ty dhe përforco qëndrimin tënd pozitiv. Ti mund të vazhdosh të ndjekësh dëshirat dhe qëllimet e tua me vendosmëri dhe dinjitet. Në këtë udhëtim, ti meriton mbështetje, njohuri dhe shpresë. Artriti reumatoid është pjesë e historisë tënde, por nuk është gjithë jeta jote. Mos u dorëzo, përkundrazi, mëso të jetosh ndryshe, por me dinjitet dhe qëllim.